Rreth të gjata automjetesh janë krijuar këtë fundjavë në pikën kufitare të Blllatës, ku 10 qytetarë të qarkut të Dibrës janë drejtuar Maqedonisë së Veriut për të furnizuar me naftë dhe produkte ushqimore. Sipas drejtuesve të mjeteve, arsyeja kryesore është çmimi më i ulët i naftës në shtetin fqin, e cila shitet rreth 60 lekë më lirë për litër dhe sipas tyre është edhe më cilësore. Përveç karburantit edhe produktet ushqimore në Maqedoninë e Veriut kushtojnë më pak se në Shqipëri, çka i detyron qytetarët të kalojnë kufirin çdo fundjavë. Megjithatë, pritjet e gjata mbeten një problem i madh. Vargu automjeteve arrin deri në 6 kilometra nga të dyja kahet, ndërsa qytetarët shprehen të pakënaqur me shërbimin në doganën shqiptare. Ata thonë se pala maqedonase punon me 4 sportele, ndërsa pala shqiptare vetëm me 2, duke krijuar vonesa të mëdha. Sa ka që prisin pra? 2 orë ka. Me pas një hall një problem, des një rrë më rrinë. Po pala maqedonase kishte prall? Po jo nuk ka, jenë ma të lirë, punen më me jetë. Sa sporteri i likshin palë maqedonase? Ka dik ne, dija ne. Po tuke pala shqiptare? Po ka një këne, një ne. Duhet jenë të atë? Duhet jenë ma shumë, duhet hapër sportele ma shumë. Kjo ndodh vetëm për shtuna për djela? Jo, është do ditë kësho është. Problem është. Pse shkoni në ditë për të madhe? Po të marrë naftë o ma lirë. Për të marrë naftën? Po. Dhe ushqimet tjera? Na gjë tjetër me... Sa është nafta në ditë për të madhe? 1100 lekë. Kene o 1700. Ka që një orë bu që rrimë të ngellëm këtu. Problem. Si lodh ke vetëm për shtuna për djela? Ose dion shtunën erdha unë të shi edhe full është. Shive dhe mrapa. Ka dhe dogana maqedonse vetëm ajo? Shumë edhe maqedonse, po kjo ka më shumë jo. Negligencë shumë edhe. A duhet të jenë di sportele? Po të pak të në 2 po, si ve në punë edhe i kam po si ve. Po pala maqedonse, sa sportele kishte? Sportele ka 4 pala maqedonse. Po dhe që pas ka rrallë? Po pra, full është. Qytetarët kërkojnë nga autoritetet që edhe në doganën shqiptare të hapen të paktën 4 sportele, në mënyrë që pritjet disa orëshe të shmangen dhe qarkullimi të kryhet normalisht.